Zëvendës shefi i policisë së Burgut të Durrësit, Desdemon Pazaj, 5 efektivët që shoqëronin të arratisurin Altin Doci dhe krye infermieri i Burgut Aulon Çuko kanë rënë në pranga një ditë pas arratisjes spektakolare të ushtarit të grupit të çopjave. Përveç tyre, në pranga ka rënë edhe një grua, Violeta Uka, personel i shërbimit të brendshëm. 5 efektivët akuzohen se nuk kanë zbatuar detyrën, duke mos i vendosur prangat Docit në momentin e shoqërimit. Ndërkohë Aulon Çuko është ndaluar pasi dyshohet se ka plotësuar dokumentacionin mjekësor, ku paraqitej se Altin Doci vuante nga probleme me veshkat, duke justifikuar nevojën për kryerjen e vizitës në ambientet spitalore. Në prokurorinë e Durrësit janë regjistruar 2 procedime penale, një për largimin e Altin Docit dhe bashkëpunëtorëve të tij, si dhe një tjetër që lidhet me personelin e burgut. Pasi ka marrë mjekimin brenda në repartin e infektive të Durrësit, Doci ka vënë në lëvizje edhe planin e arratisjes, duke kërkuar policëve që shoqëronin tek dera që të shkojnë në tualet. Sapo 2 policët kanë hapur derën, ai ka goditur dhe është larguar me vrapë nga shkallët e katit të tretë në ambientin e jashtëm të spitalit, ku e ka pritur një Audi luksos A7. Automjeti fillimisht ka kaluar në zonën e spitalës dhe më pas është shfaqur në Shënablash. Mjeti më pas ka hyrë në zonën në aksit Durrës-Tiranë, ku është filmuar edhe nga kamerat e sigurisë në zonë, por më pas humb gjurmët. Dyshimet janë se Doci fshihet në Tiranë, por grupi hetimor ende po punon me qëllim lokalizimin e tij. Kontrollet në kërkim të Docit janë kryer në disa zona të ndryshme të Tiranës, në Astir, Don Bosco si dhe në Selit. Gjithashtu është kontrolluar edhe banesa e tij në Ysberisht, por familjarët kanë deklaruar se nuk kanë dieni për vendodhjen. Pjesë e krahut të armatosur të organizatës kriminale të çopjave të Elbasanit, i rekrutuar si vrasës me pagesë nga Talo Çela dhe i akuzuar në disa vrasje mafioze në vend, Altin Doci cilësohet nga autoritetet si një nga personazhet me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Doci me origjinë nga Lezhë dhe banim në Tiranë, është arrestuar nga SPAK në Tiranë 6 vite më parë. Gjatë operacionit Plumbi i Art, dëshmitë e disa bashkëpunëtorëve të tjerë të drejtësisë e kanë përfshirë në disa vrasje të bujshme, mes tyre edhe masakra e Bradasheshit.